Nëse po pret për po, këto 4 shenja po e marrin tani. Mos rri mbrapa. Sa herë ke pritur një po në jetë? Një po që të hap një derë, që të sjell mundësi, që ndryshon gjithçka? Universi sot vjen me një mesazh të fuqishëm për disa shenja të veçanta. Pritja mbaroi. Ky është momenti i tyre, sepse energjitë janë rreshtuar për t'i dhënë dritën jeshile planeve dhe ëndrave që kanë pasur në mendje. Vetëm 4 shenja do ta ndjejnë këtë bekim të fortë dhe për secilën, pollja e universit vjen në forma të ndryshme, në dashuri, në punë, në para apo në vendime të rëndësishme që i çojnë drejt suksesit. Nëse je mes tyre, mos rri mbrapa, sepse ky është momenti yt për të vepruar. Dashi. Dashi është i njohur për guximin dhe dëshirën për të qenë gjithmonë një hap përpara. Sot universi i jep atë po që ka pritur. Për disa, kjo mund të lidhet me një projekt pune, një marrëveshje që ka qenë pezull ose një ofertë që më në fund merr formë. Një mundësi e artë shfaqet në horizont dhe dashi duhet të tregojë vendosmërinë e tij për ta kapur. Në dashuri, kjo është dita kur një vendim i madh, si një hap i rëndësishëm në marrëdhënie apo një deklarim ndjenjash, merr përgjigjen pozitive që ka pritur. Beqarët mund të përjetojnë një takim ku ndjenjat shprehen qartë dhe pa mëdyshje. Financat gjithashtu kanë gjasa të përmirësohen, sidomos nëse dashi ka pritur për një pagesë, shpërblim ose fitim që deri dje duke i bllokuar. Universi i thot qartë. Mos rri mbrapa. Është koha të ecësh drejt me guxim, sepse çdo gjë është në anën tënde. Britsjapi. Për britsjapin, universi ka përgatitur një mesazh të fuqishëm. Gjithë mundi dhe përkushtimi që ka dhënë prej kohësh më në fund sjell shpërblimin që meriton. Një projekt pune ose një përpjekje e gjatë merr sot dritën jeshile, duke sjell lajme të mëdha për karrierën dhe financat. Ky poll i madh është si një shpërblim i drejtë i punës së palodhur. Në dashuri, marrëdhëniet bëhen më të forta, një bisedë e ndershme me partnerin hap rrugë të reja dhe sjell qartësi për të ardhmen. Beqarët, nga ana tjetër, kanë mundësi të tërheqin dikë që i sheh si person stabil dhe të besueshëm. Sot britsjapi ndjen se gjithçka që ka pritur vjen në kohën e duhur. Universi i dërgon një mesazh të qartë, mos ki frikë të bësh hapin tjetër, sepse është koha të marrësh frytet e punës tënde dhe të hapësh dyert të reja drejt suksesit. Binjakët. Për binjakët, gjithçka sot merr një kthes të madhe. Ata janë shenja që shpesh mbajnë në mendje shumë ide dhe projekte, por presin konfirmimin e duhur për të vepruar. Sot universi u jep pollën e shumë pritur. Mund të lidhet me një vendim pune, një marrëdhënie që kthehet në diçka më serioze ose një mundësi financiare që shfaqet pa pritur. Është koha të ndjekin një ide krijuese dhe të mos e shtyjnë më. Në dashuri, binjakët ndihen më të lirë dhe të sigurt për të shprehur ndjenjat e tyre, duke marrë përgjigjen pozitive që kanë kërkuar. Për beqarët, kjo është dita kur një takim i rastësishëm mund të kthehet në diçka të veçantë. Universi i thot binjakëve të veprojnë tani, sepse çdo hap që bëjnë do të mbështetet nga energji të forta. Ky është momenti për të thënë: po, unë jam gati, dhe për të lënë pas pasiguritë. Peshqit. Peshqit janë gjithmonë të lidhur me intuitën dhe botën shpirtërore, dhe sot universi i shpërblen me një poll që ndryshon shumë gjëra. Mund të jetë një projekt artistik, një punë që lidhet me kreativitetin ose një mundësi financiare që shfaqet nga një burim i papritur. Është dita për të besuar instinktin e tyre dhe për të mos e lënë këtë mundësi të ikë. Në dashuri, peshqit marrin një mesazh të qartë, është koha të besojnë ndjenjat e tyre. Një lidhje që ka qenë në dyshim bëhet më e qartë, ose një person i ri hyn në jetën e tyre me sinjale të forta. Beqarët duhet të jenë të hapur për të njohur dikë që sjell ndjenja të veçanta. Universi i thot peshqve se sot nuk duhet të presin më, është dita për të përqafuar çdo mundësi dhe për të shfrytëzuar energjinë pozitive që i rrethon. Dashi, britsjapi, binjakët dhe peshqit janë shenjat që universi ka zgjedhur për këtë mesazh të fuqishëm. Pollja që kanë pritur më në fund është këtu, dhe vetëm ata që guxojnë të veprojnë tani do të marrin shpërblimet më të mëdha. Mos e shty më, mos prit më, sepse universi e ka hapur portën dhe është koha të ecësh përpara. Mos haro të bësh subscribe në kanalin Zëri i Universit, të shtypësh like dhe të komentosh.
Cila është ajo poshtë që ti ke pritur kaq gjatë?